shpirtësit. Përshëndetjet i dërgojmë të vazhditur në njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, i shokët e tij, dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të parë ta, sa herë që ishim në ndonjë mezhlis, në ndonjë ndjenjë, në përfundimin e saj, një pjesë e tyre kishim tradit që lexonin njëri tjetrit dhe këshillonin njëri tjetrin me një surë në Kur'an. Surën El-Asr. Wallahu lartësuar thot wal asr. Pasha kohën. Me të vërtetë, njeriu është në humbje. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Përveç atyre të cilët besuan dhe bën vepra të mira. E këshilluan dhe e porositin njëri tjetrin për të vërtetën dhe e porositën njëri tjetrin për durim. Këtë sure e këshillonin me të njëri tjetrin. Pasha koha. Koha është vepër e rëndësishme. Koha tregon madhështinë e Zotit qetësisë. Koha është ajo me të cilën njeriu nëse e shfrytëzon, fiton xhenetin e Allahut të lartësuar. Koha është ajo që njeriu nëse jeton vuti e çon ato dëm, shkon drejt humbjes. Me të vërtetë, njeriu është në humbje. Përveç ai i cili beson, ai i cili realizon tauhidin. Pa të, pra nuk ka fitore. Pa të nuk ka shpëtim botën tjetër. Pa adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Mos me i bo Zotin gjithësisë shok ortak në adhurim. Mos me lut dikë tjetër me Allahun e lartësuar. Mos me i lut dikujt tjetër përveç Zotit gjithësisë. Pra kjo është patjetër kusht e Zoti illa alladhina amanu, përveç atyre të cilët kanë besuar dhe veprojnë vepra të mira. Patjetër, krah saj, besoj, e du Allahun thot, e do Zotin duhet vepra, dhe dëshmu, në sa herë dikush thotë e du filan, e do, e tregon me vepra. Thjesht e du me larg gojën nuk ka. Pra sot dashuria tamam. Dhe Zoti qetësisë thot illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Përveç atyre të cilët besuan dhe bën vepra të mira. E porositën njëri tjetrin për të vërtetën, me ndjek vërtetën, e këshillon njëri tjetrin, këshillohen me njëri tjetrin, e shef tjetrin gabim, me këshillu, me orientu, shef në fis, shef ndoshta familjar, të cilët mund t'kenë problem në çështjen e tauhidit, mund t'kenë problem në çështjen e shirkut, detyra muslimanit çfarë është, me ia përcjell, me këshillu, reflekto. Adhuroj Zotin, thotë e Allahu lartësuar, largohu i fritarisë. E shef tjetër, e shef një më shef fal namazit. Çfarë detyra pritit? Me këshillu me falë. Allahu ka urdhëruar me u fal. E shef tafën prindit, këshillën e butë, më mundu si e si. Pra me këshillu për mirë, me këshillu për të vërtetën. Dhe pastaj thotë wa tawasaw bis-sabr. Dhe porosisin njëri tjetrin për durim. Se gjitha këto që përmendëm para, patjetër që nevojitet i sakrificë, nevojitet durim për me realizu, me i kryer formën e duhur, dhe në fund, nëse realizohet, patjetër që pritet shpërblimi i Allahut të lartësuar. Dhe shpërblimi i Zotit që si çfarë është? Është xheneti i Allahut të lartësuar në botën tjetër. Prandaj këshilla e sot dhe të përfshihet këtë çështja e kohës. Secili me i kushtuar rëndësi jetës, së është shans. Shfrytëzoj 5 ora para 5 të tjera me profeti alayhis salam. Dhe një ndër to përmend jetën para se me vdek. Është shans. Koha ta ka fal Allahu. Jetën ta ka fal Zoti, me shfrytëzu, me fitu, po të tjetër xhenetin. Po ashtu, çështja tjetër që me shpëtu njeriu, nevojitet besimi dhe nevojiten veprat, punët. E punët janë urdhëresat e Allahut të lartësuar.
Ato gjëra që na ka urdhëruar Imam Zot me zbatu. Ato gjëra që ka urdhëruar Allahu i lartësuar që njeriu më ndal prej tyre, më ndal. Pastaj vjen edhe porosia me nxit njëri tjetrin, me këshillu njëri tjetrin për me bë punë të mira, me besu, me vepru, me bë punë të mira, me këshillu njëri tjetrin për me bë durim në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Zoti është për të mira, alhamdulillahi rabbil alamin.